emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që në ndishtë të ndëruar shikues, zgjedhjet po afrohen, ashtu siç po afrohet edhe dita kur partitë politike do të dorëzojnë listat e tyre se me kë kandidat ose kandidate do të garojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 nëntorit. U bë shumë debat. Çështja e datës është projektuar, s'është projektuar, u bënën pakt Osmani Kurti në mënyrë që të synojnë masovikisht votën e diasporës e tjera. A do duhet jetë këtë qasë në fakt? Kam ftuar sonte në këtë emision politik njërin nga kandidatët për deputet që ishte në zgjedhjet e nënshkurtit e që për pak vota nuk mori votat e nevojshme për të bërë deputet i legislaturës së nën, e cila si nisi ashtu dhe përfundoi pa bërë asnjë punë të vetëm, asnjë diskutim të vetëm. Ishin muajt e bllokadës. Kanë ftuar politikanin ish kandidatin për deputet PDK-s, nuk e dija do të jetë kandidat sërish, do ta zbulojmë shpejt, zotin Isak Neziri nga Drenica, nëse mund ta them nga një kufi që ndodhet midis Skenderajt, kufi kadastral midis Skenderajt dhe Drenasit. Krasmirovci është një fshat i bukur atje. Faleminderit, mirëmbrëma zoti Neziri. Mirëmbrëma, mirë se ta faleminderit për kohën. Je nga diaspora, je me dekada, 3 dekada atje dhe përsëri sot Kosovë shije diaspora si karburant elektoral më shumë se sa në gjë që mund t'i ndihmonte esencialisht Kosovës në pikpamje zhvillimore ekonomike. Fillimisht, edhe një herë faleminderit, janë orët e fundit, do t'je në listë për kandidat për deputet? Faleminderit për kohën, po kyçem tek mërgata, tek potenciali mërgata që bequn karburant. Si tillë po shihet? Po, vërtet. Unë po jetoj tash 27 vite në Gjermani, në München, mase vërtet që mërgata ka qenë mbetet, është edhe mbetet në realitet një potencial i jashtëzakonshëm për Kosovën. Qëllimi dhe arsye pse unë jam fut në garë në vitin 2025 me në Shkurt ka qenë në realitet për shkak se unë kam menduar dhe mendoj prapë vazhdoj të mendoj potenciali jonë është i jashtëzakonshëm që mundemi vetëm me kanalizu në rrugën politike, po e them ashtu. Dhe mundësit janë ato të cilat vërtet duhet me qenë dikush nga mërgata, kemi menduar që ne si Parti Demokratike duhet me qenë dikush nga mërgata për me qenë më afër mërgatës dhe më afër të mirës për Kosovën që ne mundemi bashkërisht me mërgatën me e zhvillu në Kosovë. Qëllimi është kjo. Jeni bindur, jeni shpan që su zgjodhet deputet për pak vota në Ziri? Jo, në asnjë formë. Në këtë legislaturë e cila tërkohë na mbajti peng të pritjeve më shumë skeptike do në zemër se nuk do të bëhet qeveria e kështu me radhë. Mbeti merak? Jo, kjo që nuk më kam vetë merak pëse nuk jam zgjedh, ose nuk jam fut në parlament. Problemi kryesor dhe kjo është kjo që ka ndodhur tash nga data 9 shkurt me këtë legjislaturë të tanishme, me qeverisjen e tanishme aktuale, një humbje kohe. Kjo është ditë në fillim që nuk ka menduar ndryshe për shkak se qeverisja jo e mirë aktuale në 5 vitet e fundit ka shtyr që në realitet një numër i madh i të rive të Kosovës, që është rikon rreth 260-270.000, vetëm në 4 vitet e fundit që kanë lëshuar Kosovën. Dhe kjo është një imagjino një qytet i madh si Prishtina, më nuk ekziston me po kaq banor që janë Kosovë. E vërtet. Dhe kjo është një pikë kyçe dhe shtyse që ka qenë për mua që të mendojmë pak më ndryshe. Unë me gjithë ekipen që kemi pas, edhe kemë në Gjermani të Partisë Demokratike, në të gjithë Evropën në realitet, me gjithë ristrukturimin që ka pas Partia Demokratike para zgjedhjeve të 9 shkurtit, kemi vrejt dhe kemi kuptuar që vërtet ne duhet të bëjmë diçka më shumë për Kosovën dhe mundet më mirë. Është mas e vërtet. Potenciali i mërgatës, mendojmë personalisht ne, po edhe programi i Bedri Hamzës, këtë rast i Partisë Demokratike, është ai i cili vërtet Kosovën e rikthen në binarët e shtet ndërtimit apo vazhdimsinë e shtet ndërtimit me programin tonë. Ju jeni të bindur që diaspora ka kapital, ka strukturë të qasjes në ekonomi tregut atje në vendet evropiane ku do të mund të ndihmonte Kosovës, që ndodhin këto 5 vite dhe çfarë pret Kosovën në nesërme. Po zgjodhet ju, jeni deputet së pari, jeni kandidat, po. Këtë
Po presme, domethënë unë mundem me thonë kësaj, unë jam një ushtar i Partisë Demokratike dhe një ushtar i Kosovës për të mirën e Kosovës. A do të jem listë, mbetet ta shohim ditë tashme, unë besoj që Bedri Hamza me ekipen e Partisë Demokratike do të përzjedhë një listë, nuk nëse guxoj me thonë edhe më të mirë se ajo që ka qenë herën e kaluar, për megjithatë kemi pas një listë të mirë, apo më e mirë ashtu për të gjithave, por mbetet të shohim ditë tashme. Unë jam, siç e thash më herët, një ushtar i Partisë Demokratike, një ushtar i Kosovës për të mirën e Kosovës, për të mirën e rinisë, të bizneseve, të ekonomisë së Kosovës, patjetër që nuk do të kursehem në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Angazhimi yt është krye po se si bind diasporën, investitorët atje që sjellin kapitalin e tyre këtu në Kosovë, që të ndalet migrimi, dhe që Kosova të frymojë ndryshe në pikpamje zhvillimore ekonomike. Mi thuaj sektorët, keni identifikuar ku mendoni me që janë të atill që mund të luxojnë pikpamje zhvillimore ekonomike? Unë po filloj kësi lloj. Mërgata nuk është ajo mërgata që ka qenë në vitet e 70-ta. 80 apo deri në vitet 90 deri para luftës, ku ne vërtet kem punu ose printon kanë punu dhe të gjitha mjetet i kanë dërguar në Kosovë. Mërgata, gjenerata e tretë tash ekskluzivisht po flas, është ajo e cila vërtet është pozicionuar në Gjermani, është pozicionuar në Evropë, është pozicionuar çdo kohë në botë ku ata gjenden dhe zotnojnë ose udhëheqin kompani më prestigjioze. Janë njerëz të cilët kanë një potencial të jashtëzakonshëm. I kemi këta, kemi? Absolut që po. Kemi edhe nga shqiptarët, shumë nga shqiptarët, po kemi edhe nga afares gjerman, nga politika gjermane, gjithë Evropën, për shkak se pozicioni jonë si mërgat, gjenerata jonë e tretë, është aja e cila vërtet na e ka nxjerrë në pak, të thamë të tash në këtë formë, atë që ne kemi punu me njerëz, dhe është shpërblyer si potenciali jashtëzakonshëm, është shpërblyer si një dhuratë të fëmijët tanë. Për arsye se ata dojnë Kosovën. E dojnë Kosovën pa shumë sa na. Dhe kjo është një gjë që nuk guxojmë ne, si gjeneratë e dytë, të lëm anas, të anashkalojmë, dhe unë mendoj personalisht që në lidhja e ekonomisë, ku unë mundem me folë për ekonomi pak më shumë, për zhvillimin e bizneseve, zhvillimin e Kosovës, zhvillimin potencial të prodhimeve në Kosovë, ku ekskluzivisht ato me pozicionu, po tham tash, në tregun evropian. Mu plasu në tregjet e jashtme. Absolut që po. Ne kemi fillu veç tash e 4 vite, unë personalisht me kompani tona, po edhe të meqve tanë, shqiptar e gjerman, ku kemi bën një eksport të jashtëzakonshëm. Eksport? Eksport nga madhrat e Kosovës, nga prodhimet në Kosovë, të gjitha fushave, duke fillu prej tekstilit. Për shkak se infrastruktura e jonë, e mërgatës, infrastruktura e kompanive të shqiptarve, të kosovarve, në Gjermani, apo kudo që janë në Evropë, është një infrastrukturë e ngritur me mund, me njerëz, me punë. Dhe kjo rezulton që nëse ne vërtet bëhemi bashk, kemi nal rinin që mos largohet nga vendi, për shkak se ne duhet me pru punën në Kosovë, po jo rinin tek puna në Gjermani. Do të mendoj tjetër, në këtë që kemi mendu. Kemi mendu, paraprakisht mundem me thonë që ne të gjithë si afarist e kemi mundësu të gjithë rinisë Kosovës të vinë të punojnë në Gjermani, të kompanit tona kryesisht, dhe nëse marrim një statistik, të gjithë që vinë nga Kosova, mas pari punojnë të kompanit të shqiptarve. Dhe kjo qasje unë mendoj që duhet më ndru. Një ndër arsyet pse unë jam futur në politikë, për shkak se rruga e politikës është pak më e lehtë, ose përmes politikës është pak më e lehtë me bind edhe afaristin shqiptar, kosovar, edhe afaristin gjerman, të cilët janë me një potencial të jashtëzakonshëm që të vinë në Kosovë. Dhe rinin e kemi na, jemi një vend me mundësi dhe potencial të jashtëzakonshëm. Unë këtë e kam vrejt në 4 vitet e fundit, ose më mirë me thonë nga pandemia, për shkak se prodhimet e Kosovës, jo thash më herët, të gjitha fusha janë ato të cilat vërtet kanë gjetë treg në Evropë. Kur ne kemi një eksport të rritun, kemi venda punë në Kosovë, kemi një pagë të mirë, kemi një jetë mirë. Dhe unë mendoj që nëse po je entuziast, po flet me shpresë. Po flas me shpresë për shkak se po gjendja është mjaft. Nuk po flas për politikën aktuale edhe për gjendjen aktuale, unë po flas, do të thonë, gjithherë të paramendu që Partia Demokratike do të kthehet në pushtet me programin e saj. Je i bindur? Mas e i bindun, ndryshe nuk ka alternativë tjetër, për shkak se edhe miqtë tanë ndërkombëtar evropian, të gjitha ata ku gjenden dhe ku jemi në takimet tona,
janë të gatshëm që vërtet neve të na përkrahin në këtë rast politikën e Kosovës. Nuk po du me thonë ekskluzivisht vetëm Partinë Demokratike, mirë po një politikë e cila vërtet e zhvillon Kosovën, një politikë e cila i ofron qytetarit një jetë më të dinjitetshme. Kjo është çka ne e dojmë, kjo është çka ne mundemi bashkërisht me bë. Dhe kjo do të ndodhë. Entuziazmin e kem, por edhe punën e kemi po. Besoj që qytetari kun e vlerësoj të jashtëzakonshëm, qytetari veç e ka kuptuar që vërtet duhet të ndodhë një ndryshim. Dhe këtë ne po e kërkojmë përmes punës tonë. Nuk po e kërkojmë të jemi pushtet pse na po kemi dëshirë, por e kërkon Kosova, e kërkon qytetari, e kërkon jeta e qytetarit. Dhe kjo është që ne kemi marrë, nëse mundem me thonë si detyrë, spari morale, kombëtare, shtetënore që ne duhet qytetarëve tonë vërtet t'ja u rikthejmë prapë një jetë të dinjitetshme, më mirë se që e kam pas dhe që e kanë aktualisht. Cilë është shqetësime që ke realisht, që ke shqetësime më të madhë në ziri e kur je këtu? Tek shqetësimet e mia janë të shumta, por shqetësimi kryesor dhe kyç në vitet e fundit është që afaristët e mëdhej të mesëm apo dhe kompanitë e vogla janë ata të cilët vërtet kanë një shqetësim të jashtëzakonshëm, ata të cilët nuk munden me i përballu me tregut evropian për shkak të energjisë, faturës të energjisë. Unë kam takuar shumë miq, shumë afaristë, shumë prodhues në Kosovë, shumë kompani të mëdha dhe të vogla, ku ata temën e parë dhe ky që kanë faturën e energjisë elektrike. Dhe unë mendoj personalisht që për këtë pjesë është bë pak, nëse mundem ta quaj ashtu, ose mundem ta them nga të gjitha partitë opozitare, ka hapësinë me u dëshmu tek qytetari që çka është ka ndodhur. Sa miliona për ditë euro shpërndahen tek qytetarët në atë klasifikimin apo shkallëzimin që e kanë bërë me shpenzim minimal, mesatar apo ku diun në çuçi kanë bërë ato atje definimet. Kjo është ajo shqetësimi kyç. Dhe përmes kësaj po ndodh që afaristët gradualisht falimentojnë. Dhe ato pak para që i kanë, ose ato mjetet që i kanë të kursyme në këtë rast për sigurinë e kompanisë, sigurinë e punëtorëve, të familjarëve, ai i bie që ata po investojnë dhe mbesin vërtet në një pozitë ku është përkeqardhje. Sipas jush, aktualisht Kosova nuk ka klimë miqësore të bërit biznes. Për fat keq jo. Për fat keq. Këtë që ka ndodhur, nëse e shihni si merrni statistikat e eksportit të Kosovës, është individuale. Dhe unë mendoj me përvojën tonë, duke u bazu prapë po e tham në program të partisë, ka mundësi ligjore, ka mundësi ose rrugë ligjore të cilat vërtet na mundsojnë neve si shtet Kosovë, prodhues kosovar, me u plasu në rrugë të ndryshme dhe më të lehta, më të mira, me garancione po e quaj shtetënore të cilat materialet tona ose mjetet tona vërtet gjojnë vend. Është urgjente kjo sipas jush të ndodhë? Definitivisht kjo ka qenë urgjente qysh edhe më herët, tash e 4 vite, ose ka qenë, mundem të thonë edhe më herët, mirë, po tash e 4 vite është në një degradim total. Dhe nëse marrim pjesën padashme u kyç tash në thellën në politikën aktuale, padashme e ataku direkt i kanë, për shkak se nuk jam i tillë, nuk dojmë me ataku kërkan. Ne dojmë me punu, dojmë me morë me tarë, me punën dhe mja mundësu vërtet qytetarëve dhe afaristëve të Kosovës mja ofru mundësinë që ata janë duke kërku. Ata vetëm e kanë gjetë në rrugën individuale, por është e pakt, nuk mjafton. Deficiti tregtar është duke shkaktu një ndek në rritje edhe më të thellë. Importet janë duke arritur shifra stratosferike në raport me eksportin. Ta zëmë në vitin 2023, importet ishin 3.5 miliard euro, lëvizën në vitin 2024, 6.5 miliard euro. Këtë vit, mbasi mund tjetë edhe më shumë shifra, ndërkaq eksportet janë tek shifra e 1 miliard euro, ose më pak. Tyre produkteve që i ka dhe dogana e Kosovës, si që janë industria tekstilit, industria drunit, mbetjet përpunimit nga metalet dhe industrit e tjera dhe kjo duket jetë tepër etike që Kosova të plasoj produktet e veta dhe ta zvogëloj hendekun midis eksportit, midis importit dhe eksportit. Sa është
e rëndësishme për një investitor, ju një vetë afarist, Po. dhe për një mik tuaj në tasëm Gjerman, që para se të investoj, ta shikoj klimen dhe politike, sa është një vend i parashikueshëm politikisht, sa nuk jeton me trauma. Si e cilësoni dhe një deklarat që dha presidenti Osmanit për një media gjermane atje, për politiko, kur tha se ne shkatruam 900 banda kriminale. E keni ndarë, e ka ndarë me qëtua Gjerman këtë deklarat, e keni biseduar me këtë sindikon, edhe kur u dhecit të flasin me gjërat tilla për Kosovën. Edhe pse u përpëz zonja Osmanit të thotë se ka bërë gabim, por e vërteta doli ashtu si që ka thënë për median politiko. Kyqem tek eksporti dhe importi spori, po dalim në tek deklarata e presidentes. Nëse marrim në statistikat të cilat vërtet ne i kemi importu në shifra, po flasim në pika të trasha, nëse marrim statistikat të cilat janë importu materialet nga rajoni, po e quja, po nga gjithë Evropa dhe bota, i bie që ne kemi fuqizu ekonomikisht një kompani cilat do që tjetë ajo në rajon. Nuk po du me marrë shtetet për rreth me emën, mirë po ne me parën tonë jemi duke fuqizu kompanit e rajonit, që ne kemi mundësin përmes një politike interne, po e quajmë mbrana vetes në Kosovë, ku ne i favorizojmë bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha, ku vërtet ata e kanë të mundur përmes eksportit të tyre njëkohësisht edhe importit ndodh atë sa ata vlerësojnë, apo direkt edhe lënda parë të bëhet në Kosovë. Po fuqizojmë ekonomit e rajonit me parat e tonë. Definitivisht që po. Dhe kjo është për këtë çardhje. Pjesa tjetër sa është qetësuese kjo e importit, po pjesa tjetër në kupton nëse eksporti ka qenë 1.5 miliard, dhe është në dikun rreth 1.5 miliard, i bie që ne për çdo vit po varfnohemi. Qytetarët, kompanitë tona po varfnohen, dhe nuk kanë mundësi të eksportit, për shkak se nuk ka mundësi të blerjes, për shkak se nuk ka lëvizje financiare, nuk ka lëvizje të parëve të Kosovës, ku ato mbeten në qeveri, ku ato grumbullohen në thesarin e shtetit. Dhe kjo po ndodh pse? Si pas ju, se jeni vetë afarist. Si pas meje, po ndodh për shkak se është një padjoni. Me këtë çardhje, po thëmë prap, pa dashur me ataku direkt personat, mirë po në Ministrinë e Financave. Unë mendoj që një ministër i financave duhet të jetë një ekonomist i jashtëzakonshëm që vërtet të shqetësohet kur ai i grumbullon parë dhe i rrim parët në thesar, ku ai nuk ishtin në punë, ku nuk ishtin në riprodhim, dhe parët do të riprodhojnë, parja do të punoj për parën, po jo të i ruajmë parët të themi kemi 800 milion, 900 milion euro, 1 miliard euro në thesarin e shtetit. Nuk bëhet kjo punë, nuk ekziston kjo punë me shpërndar miliona tek shtesat e fëmijëve, që unë pajtoj plotësisht që duhet me ndodh ajo, po duhet me ndodh në rrugë tjetër, jo me u klasifiku, jo me ndodh vetëm deri në moshë. Nuk po din, thot, ta zhvillojnë shtetin. Definitivisht që jo. Ka rezultu që nuk po din ta zhvillojnë shtetin, po rezulton çdo herë që po degradohemi çdo herë, dhe për qetësimin e ndjenjes qytetare ta shpërndajnë ka 100 euro për student, shpërndajnë ka 10 euro, 20 euro për shtesa të fëmijëve. Ato janë të mirëseardhura, po ka mundësi ligjore dhe duhet të bëhen në rruga të ndryshme. Jo në këtë rrugë, jo në kësi formë, jo në kësi mënyrë, për shkak se unë jam befasu, ta tham të drejten, kur unë si një afarist, kom pas mundësina po dëshira jo në ka qenë përmes kompanive, te i furnizojmë disa shkolla me libra të sa fëmijë në këtë rast, dhe është dashur me i kërku 4 librariun për mi kompletu librat e klasës të parë. Kjo është për këtë çardhje. Apo aplikimi për paga në këtë rast për parat e librave. Aplikimi për shtesat e fëmijëve. Këtë qytetari e kupton vetëm që qeveria shpërndan parë, por nuk e kupton, nuk e shef dhe nuk e ka në ndjeni çka po ndodh mbrapa skenë, mbrapa vi. Si përfundim është që këta nuk kanë qasje, nuk janë përgatitur për ta zhvilluar këtë shtet. Nëse përgjigjem shumë shkurt dhe direkt, jo, nuk kanë ndjeni, nuk kanë qasje. Megjithatë unë e di që këto deklaratat që unë jep tash kanë ndoshta me ataku nga qytetarët të taborit politik tjetër, mirë po. Druani? Jo, në asnjë formë. Në asnjë formë. Nuk e kam atë problem absolut. As se kom pas, as se kam, as do ta kem kurrë për jetë, për shkak se atë çka ne kemi ngrit, atë çka ne e kem edhe e posedojmë është vetëm me punë dhe njerëz. Edhe si kompanitë tona,
por edhe si Parti Demokratike e Kosovës, e cila e ka dëshmu në të gjitha kohrat që është vërtet për çdo lavdat. Jeni në München, në Gjermani. Po. Keni dhe debate me të ndryshme, përfshirë edhe ato politike. Cilat gjë të mundon më shumë, ose të inkurajon më shumë? Polarizimi, urrëtia, përçarja? Është për shqetësim domthon polarizimi dhe urrëtia që është mbjell tek një gjenerat e cila vërtet nuk e ka kuptuar ose se kupton çka ka ndodhur para 26 viteve. Këtë tha me keqardhje dhe kjo pjesë është shqetësuese. Kemi debate për më të ndryshme, kemi debate edhe me gjeneratat ose moshën time apo edhe më të vjetër. Ka edhe për atyre që mendojnë ndoshta pak më ndryshe se unë, që është mirë me mendu ndryshe. Është mirë kur ne i bashkojmë mendimet, kur ne diskutojmë shëndetshëm shnosh që duhet me ndodh diçka më e mirë. Por jo edhe kjo urrëtie që është mbjell. Jo Cilat gjë të ka rënduar më shumë që ke parë kur e ballafaquar, qoftë në rrjetet sociale apo në ka të ka pengu, kur ju ka vënë në thumë dikush, kur ju ka... Në realitet, po kthehem pak në kohë kur unë kam vendosur me dalë në opinion. Pavarësisht që unë jam nga ditë e para antar i Partisë Demokratike, mirë po kur kam vendosur me dalë në opinion, e kum pas pak të vështirë për shkak se komentet e njerëzve dhe ti shef për shembull që të komentojnë njerëz pa i njoft, pa ditë. Përdorin lloj fjale, hajn, tradhtar, të gjitha, i poshtër, të gjitha. I mirë, të kam penguar fillimisht? Absolut që po, në fillim unë kam pengu, absolut që po, mirë po, unë jam nalë dhe kam mendu thellë, a do të vazhdoj që të rrugë, dhe mos më pengu, po me njek vetëm realitetin, punën time dhe ato kush jam unë. Nga kush vijnë zakonisht këto, kjo gjë, në mërgat? Përmes rrjeteve sociale ka prej më të ndryshme, njerëz të gjitha anëve. Mirë po mu më them prapë, nuk më shqetëson e pjesë, për shkak se ne e dim kush jem, ne e dim por ka në një moment që të acaron, apo? Jo, tash jo. Se kur e di çfarë ke bë dhe se si përballesh me një pjesë njerëzve me akuzat vetëm për propagandë politike? Nuk më pengon për shkak se unë vazhdoj të punoj. Dhe puna e jonë, e imja dhe e rrethit, apo edhe ajo keq që na e bëjmë, e dëshmon me kohë. Ne kemi durim. Unë kam durim, nuk ka problem. Mundesh me më shajt, mundesh me vendu, mundesh me më çujt çka dush ti, është drejta jote, mirë po unë me punën time, pa u ataku me ty direkt. Me punën time, veprën time dëshmoj që ose e bi punën që në realitet ti do të marrë kërku falje. Kështu që s'kem kohë, nëse do të humb kohë më marr me ty. Kush ka investuar më shumë në polarizim të mërgata? Nuk kisha dashur me lëshu shumë thellë në këtë pjesë. Mirë po ne kuptojmë që rrjetet sociale po gjymojnë, pritjet e Zotit Kurti janë të mëdha, që ai do të ketë votën masovike të mërgatës. Si qëndron gjendja sipas jush? Shqa. Kjo është mbjell tek qytetari në kjo polarizim, ose kjo ndjen që vërtet mërgata po e rikthen, ose ai ka votu vetëvendosjen, unë mendoj pak më ndryshe. Vetë fakti që është caktuar tash data 28 dhjetor për zgjedhjet e ardhshme nacionale. Unë personalisht mendoj që është në favorin e të gjitha partive e mas pak është në favorin e VVS. Për shkak se të gjithë ne vim dhe votojmë vërtet pa letër, pa mundësi të manipulimit të votës. Pa dash me lëshu në të pjesë është manipulu, është vjedh apo s'është vjedh, nuk e di. Në të pjesë nuk jam personi që duhet me vlerësu apo me ndërmarrë diçka në hapat konkret, por kësaj here do shifet që mërgata do të votoj për personin dhe programin që vërtet partit që ata i kanë dashur dhe politikanë që do të mbeten të zhgënjur nga pritja, sidomos Zoti Kurti. Definitivisht që po. Për zhgënimin e Zotit Kurti kisha më thonë kësaj, vetë fakti që nën muaj është pa qeverisje ky vend. Vetë fakti që ka provuar në forma dhe mënyra të ndryshme dhe nuk e arrin ai të bëjë qeverinë, nuk arrin as me personin numër 2, me kandidat numër 2 të bëjë qeverinë, mbetet me kuptu që polarizimi po përfundon. Nuk ka rrugë tjetër, duhet me dalë, nëse ai don me pështu veten këtë rast me kërku falje qytetarëve të Kosovës për dëmet që ka bërë Kosovës. Kush ti kërkoi falje Kosovës? Zoti Kurti? Zoti Kurti, nëse don që vërtet të jetë një formë prap politikan për pjesën e vetëvendosjes, mirë po unë mendoj që dëmet që i ka shkaktuar ekonomikisht, politikisht, në lidhje me partnerët tonë evropian, në lidhje me amerikanët,
me shtetet mike, unë mendoj që është shumë vështirë e riparueshme. Çfarë i thonë gjermanët për të miqtë gjermanë? Flisni për politikë? Mos jes bosh tek deklarata e presidentes, Presidente pa aty po, dalim dalim tek pjesa e presidentes, po do dalim tek gjermanë, tek politika gjermane. Unë e thash edhe më herët Gjermanët duket se kanë qenë mbështetës i zotit Kurti për sa kohë që ai ka qenë në opozitë. Nuk e kanë thënë publikisht, Nuk isha me thonë, mirë po nëse ne morrim tash pjesën polarizuese të cilën ai veç aktualisht e ka zhvilluar dhe është duke zhvilluar, atëherë i bie që pas ka pas polarizim edhe para se me qenë në qeverisë kur ka qenë në opozitë. Dhe vetëm përmes polarizimit, përmes po e quaj ashtu polarizim në realitet. Me mora na thotë që Kurti nuk ka lënë aktivitet pa ndërmarrë sipas kritikëve të tij për të goditur çdo arritje të shtetit të Kosovës me protesta në rrugë dhe çdo gjë. Mas e vërtet, ne dim si kryeministër erdhi me votat e qytetarëve natyrisht. Në vitin 2019 kur është ardhur për herë të parë në qeverisë e Kurti, mund të më thonë që ka qenë një vot ndoshta zhgënjimit, një vot kërkim ndryshimi për një jetë më të mirë. Në realitet, njerëz të cilët nuk kanë punu kur asnjë ditë në shtet apo në një kompani të vetën apo private dikon dhe vetëm janë marrë me rrugën, duke i damtu institucionet, duke i damtu imigjin e shtetit, duke i damtu politikanë, të cilët vërtet janë ata të cilët neve na kanë sjellë lirin, ata të cilët në vitet të 90-ta dolën përballë agresorit, përballë Serbisë dhe e gëzojmë në lirin. Ne dim që përmes protestave në 2004 çka ka ndodhur në vrasje tek njerëz, ne dim që kanë thonë s'ka më ndodhur as pavarësia e shtetit. Ajo ka ndodhur. E dim që kanë thonë s'ka më ndodhur as zhvillimi as gjë tjetër. Të gjitha ndodhen. Të gjitha kanë ndodhur, të gjitha janë sot të prekshme dhe sot ne çka posedojmë si qytetarë të Kosovës. Qytetarët në 2019 është e vërtet kërkuan ndryshim me votë. Për shkakun që ishin bindur që të tjerët nuk kishin arritur sa duhet për ta ndryshuar Kosovën dhe në këto vite, po me ata njerëz nëse ke arrit të ndash këtë bisedë, nëse kanë qenë votues të vetëvendosjes në 2019, sot votues të kujt mund të jenë sipas jush? Do shpërndahen në parti të gjitha, mirë po unë shpresoj dhe sipas gjitha informacioneve që unë personalisht apo gjithë rrethi unë dhe programi i Partisë Demokratike është ai i cili ofron vërtet qytetarit, i ofron qytetarit një jetë më të mirë, një jetë më të dinjitetshme. Nëse kthehemi te ajo pjesa që ti po e thu që qytetari në 2019 ka pasur pritshmëri më të mëdha, polarizimi i mahershëm i opozitës i bie që ai ka shtyr qytetarët që vërtet kërkojnë një jetë më të dinjitetshme, më të mirë, për shkak se vet opozita nuk e ka ditë çka është, ç'është bëhet shteti, ç'është formohet shteti. Dhe nëse ne e përjetu edhe jetën e para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës. Dhe nëse e shef nga viti 2000 deri në vitin 2019, çfarë zhvillimi ka pas Kosova, unë personalisht e kam kuptuar çdo herë dhe sa herë që unë jam marrë në Kosovë, ku unë kam qenë zonë më shpesh në Kosovë se në Gjermani, që nga viti 2010, i bie që vërtet Kosova është zhvillu. Nuk e ke asnjë shtet pas luftës. Që ka pasur dhe kjo është dash me u vlerësu nga qytetarët. Unë besoj që është vlerësu jashtëzakonisht shumë, por polarizimi ka arrit me u fut aq thellë sa që gjuhë helmuse, eksakt. Që po ndan njerëz, që po polarizon, po përçan njerëz. Po i ndan familjet, po i ndan vllazërinë, po i ndan të gjithë afarestet. Kjo është përkeqardhje. Dhe unë po e them prap, ne e kemi mundësinë me punë dhe zhvillim të vendit me i rikthy Kosovën prap në pinaret e shtet zhvillimit, një jetë më të mirë, më të dinjitetshme, për shkak se potenciali në Kosovë është i jashtëzakonshëm. Kemi një potencial të jashtëzakonshëm të njerëzve, të rinisë tonë, kemi një dije të jashtëzakonshme ku ne si popull njihemi në Evropë për shkallësitë tona në të gjitha fushat. Dhe kjo duhet më shfrytëzu nga politika jonë. Duhet më shfrytëzu që ne vërtet përmes dijonisë, përmes aftësive të popullit dhe shkallësive të popullit tonë, rinisë tonë vërtet të ngrismi një jetë për rinin për pasardhës tonë më të mirë. Për presidentin Osmani, deklarata e saj si u komentua atje? A është komentuar në fakt? Është komentuar në takimet tona ku ne kemi pas Si ju biznesmenët i shikoni të gjitha aspektet? Po, absolutisht që po. Para se të investoni dikun, sa është stabil ai vend, sa është i parashikueshëm politikisht, sa ka politika miqësore për të bërë biznes, sa ka siguri juridike etj.
E vërtet, ne kemi takime të përditshme thuajse me afarist gjerman, afarist kosovar, afarist të cilët operojnë në Evropë, po kryesisht në Gjermani. Mas e vërtet që i shohin të gjitha deklaratat politike me vendin tonë çka po ndodh. Fat i madh është për neve që ne kemi arrit me u fut në konceptin e gjermanëve të zhvillimit të biznesit. Dhe ata neve na shohin ndryshe, për shembull, kur ne kemi kontrata me gjermanët apo kemi bashkëpunim edhe në Kosovë po jashtë Kosovë, e kemi më të lehtë. Por nëse ti mendon me ulmin e afarist gjerman, një kompani gjermane, po e marrim shembull me një BMW-n, me Mercedesin, me Faven, me kompani të mëdha të industrisë të makinerisë, i bie që ne duhet me spjegu 2-3 orë politiken, sigurinë e vendit, sigurinë për zhvillim biznesit. Kanë dilema? Absolut që po. Cilat dilema i kanë? Çfarë u Janë deklarata, për shembull, kanë qenë deklaratat më kujtohet në Banjska kur ka ndodhur problemi i Banjskës, incidenti sulmi terrorist. Sulmi terrorist e quajmë, po sulmi terrorist kur atje ka ndodhur, ka për shembull në ora 7 me 6 thirrën në Gjerman që veç ka filluar lufta dhe çka ndodh me neve. Me ata afaristë të cilët vërtet janë në Kosovë dhe janë pozicionuar në Kosovë. Kështu që ka pas raste ku ne vërtet duhet të ulmi urgjent, të diskutojmë, të bisedojmë dhe po quaj me i bind prap që Kosova nuk do të ketë, ose në Kosovë nuk do të ketë luftë për shkak se shtetet evropiane edhe kem KFOR-in në Kosovë. Dilema kishin ka dilema, partnerët tuaj gjerman. Edhe sot ka dilema. Edhe të mitë, po edhe ata që pretendojnë me ardhmë. Ne kemi arrit ta shkohën e fundit për shembull dy Gjermanë që nga viti, nga shkurti i këtij viti, kur ne kemi qenë në zgjedhje, deri tash janë dy afaristë të cilët vërtet kanë zhvilluar një biznes, njëri është kosovar, njëri është gjerman. Kosovari lindur në Gjermani, por me një kompani jashtëzakonisht mirë prestigjioze, ku prodhon në Kosovë, merret me metale të ndryshme dhe ka prodhim Kosovë. I plason në tregun gjerman. I plason në tregun gjerman, në tregun evropian, dhe për mua është një kënaqësi e jashtëzakonishme që ne kemi arrit në këtë periudhë shkurt edhe dy investorë të sjellim në Kosovë. Kjo është një që kam pasur në realitet. Dilemat e tyre çfarë janë? Dilemat e tyre janë domethënë siguria e vendit. Pyetjet konkrete me dalë të deklarata e presidentes. Ata thashë më herët, ata neve na njohin. Mirë po, pyetja e parë kur kam hyrë në sallë bisedave, ka qenë apo vjen prej Kosovë apo për cilin vjen ti. Çush është mundur 900 banda. Unë me thënë të drejtë, me qenë sinqert, nuk e kisha pa deklaratën. Nuk e kam kuptuar pse po më shtote pyetje prej partnerëve të mi. Dhe bisedës i për rezulton që po, lexova deklaratën, është për këtë çardhje, mundet me ndodhë një qytetari mendojon. Ajo shkakton reputacion të keq. Shkakton reputacion të keq dhe dilemat e investitorët, pa siguritë ta. Mbi gjitha shkakton një reputacion të keq tek populli kosovar që jeton jashtë territorit të Kosovës. Do të thotë se ne identifikohemi me atë pjesë. Dhe përderisa një politikan gjerman, edhe atje ka opozita, sigur këtu edhe opozita mirë, po nëse neve takohemi me një opozitar, i cili ka për qëllim ndërprerjen e kontakteve, raporteve miqësore të pozitës gjermane me shtetin kosovar, e ka një argument në dorë që shife ku investon apo ku shkojnë parat të taksa paguesve gjerman përmes kompanive apo përmes investimeve që ne mundim të ndikon gjithçka. Definitivisht ndikon. E ndëgjova zëvendësministrin e diasporës këtë ditë. Ju po fletni me një panoram defetiste në kuptimin që Kosova nuk ka zhvillim ekonomik, nuk po përjeton zhvillim ekonomik, dhe se i duheni ju dhe PDK Kosovës për ta kthyer siç thatë në binar, në trende inkurajuese, në trende premtuese, shpresdhënëse. Zëvendësministrja e diasporës, e punëve të jashtme dhe diasporës, Liza Gashi tha këtë ditë: kur ma shumë parë s'kan pas shqiptarë në Kosovë. Si e komentoni këtë? Cila është e vërteta sipas jush? Si përgjigjen? Si duket vetë fakti që këta mendojnë që shqiptarët kur më shumë parë s'kan pas, ky fakt po i pengon dhe duhet ata që qytetarin ta vrafnojnë. Qëllimi i kësaj qeverisje, ta tham troç, qëllimi i kësaj qeverisje është që qytetari ose të gjithë në një rang, që siç ka thonë edhe vetë kryetari i partisë të vendosin këtë rast, që t'ja morrin pasurinë të pasurve, t'ja dhom të varfër dhe t'i bim në një shkallë. Kjo nuk duhet të ndodhë, nuk ba me ndodhë, nuk ka mundësi me ndodhë. Dhe si duket, kjo është që vërtet këta e dojnë qytetarin të varfër.
Vetëm kur është i varfër, është i nënshtruar dhe kur është i nënshtruar këta e kanë atë qëllim. Kjo është një rrugë që unë shoh çka këta ka dashur me bë. Si zavendës ministre, ta them të drejtën, unë për veten nuk e kam dëgjuar kurrë jamën, as e kam ditë kush është ajo, as si politikan, po as si afarist, për shkak se nuk është. Ke takuar në këto vite atë ndonjëherë? Asnjëherë. Asnjëherë. Ne kemi kontakte me konsullata. Mirë, po në asnjëherë nuk e kam dëgjuar zonën asoj zonje e cila ka bërë diçka për mërgatën, ka vepruar diçka për mërgatën, i ka ofruar diçka mërgatës një jetë më të mirë, apo edhe nëse është vetëm në rrugën ligjore, politike, që mërgata vërtet të jetë më afërt me Kosovën. Nuk ka pas një gjë, po nisëm nga konsullata në Minhen. Për herë të parë, nëse gaboj, më dëgjuam në sajna në një studio televizive, por jo kur as se ku pas më dëgju. Asnjëherë. Asnjëherë. Është zëvendës Si ministre. Është zëvendës ministre, por si duket zëvendës ministre vetëm për një kategori të njerëzve, po jo për të gjithë kosovarët. Unë për vete nuk e kam dëgjuar dhe ka jo vetëm unë, po flas për Minhen ekskluzivisht, ku neve konsullata për festat të ndryshme ose për evente të ndryshme në afton, por në kur njerëz se kam po atë që ka bërë diçka për mërgatën, apo ka vepru ekskluzivisht që vërtet mërgatës t'ja lehtësoj. Zhvillimet janë kritike edhe në pikpamje një politike të madhe që po ndodh në një narracion kush hero e kush gati tradhtar. Partia Zotit Kurti dhe mbështetësit e saj dalin me deklarata që edhe Zoti tha që tani nuk është këtu, po edhe Veseli. Krejt luftarët ose PDK, LDK e AK jënë bashkëpunëtorë të listës serbe. Po ju tha ju dikush që jeni bashkëpunëtor i listës serbe, çfarë do t'i thoni? Si do të reagoni? Deri në çfarë drejtë ka arritur debati publik? Kjo është jashtëzakonisht e rëndë për qytetarët tonë, për të gjithë popullin e Kosovës, të cilët vërtet e dojnë Kosovën dhe dojnë lirinë. Pikëpari lirinë personale të vetëm, po edhe të shtetit Kosovës. Një deklaratë të tillë, një fotografi e tillë që unë e kam pa, është përkeqardhje. Është përkeqardhje që del nga një ministre e punëve të brendshme, e cila bën një foto të tillë, e cila bën një krahasim të tillë, dhe kush është hero dhe kush është tradhtar, e ka dëshmu koha, po e dëshmon sot koha dhe ka me dëshmu nesër prap koha. Po mos të ishin ata burra që nuk i kemi mesin ton, presidentin, kryetarin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, të gjithë ne sot nuk do kishim këtë mundësi që të bashkëbisedoni. Por ju thuj njëni, po bashkëpunoni me Serbinë. Ka qënë kjo gjuhë? Kjo është problemi, kjo gjuhë është një gjuhë urrëties. Kjo gjuhë, historia nuk rikthehet, historia nuk shkruhet dy herë. Historinë e ka shkruar për shtetin e Kosovës dhe pavarësinë e shtetit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe nuk çbohet më. Do të thonë në shkojnë në këtë kuptim në polarizim apo në gjuhë të urrëties sa të donë. Nuk rikthehet historia e Kosovës. Është një Hashim Thaç i cili e ka shpallë shtetin e Kosovës të pavarur, është një legjislaturë e Parlamentit të Kosovës e cila ka vu në nënshkrimin në deklaratën e pavarësisë të Kosovës dhe ajo nuk ndrohet. Nuk ka mundësi me pas nënshkrimet e personave të cilët kanë dëshirë me rishkruaj historinë. Si është mundur të thuash një komandantit të shuart luftës siç është edhe Tazem Ramush Haradinaj, bashkëpunëtori i listës? Ta them të drejtën, unë nuk kam. Çka prodhon? Po ju tha ju dikush në Ziri, që jeni nga Drenica, keni trashëgimi të sakrificës, të heroizmit. A do t'ju lëndon të kjo? Absolut që po, shpirtërisht na lëndon, e lëndon, jam mas i bindur, e lëndon edhe presidenti Hashim Thaçi, edhe Kadri Veselin, edhe Jakub Krasniqin, Recep Selimin, e të gjithë ata që kemi në burg, po edhe komandant ton që i kemi në jetë sot, dhe kjo është më e rëndë për shkak se po i lëndojnë dhe po i ofendojnë edhe të ramë tonë, edhe fëmijët tonë që janë vrarë, edhe nanat, motrat, vëllezërit, baballarët tonë ofendohen direkt apo indirekt në këtë formë. Dhe ky popull shpresoj dhe mendoj që do ta kuptoj një herë për gjithmonë që mos ishin ata burra, mos ishin të ramtë tonë, e të zhdukurit tonë, ne nuk e kishim lirinë sot. Dhe unë nuk e kuptoj ç'është mundesh me i thonë dikujt atratar kur ai është dalë para plumit, është dalë kundër shtetit të Serbisë, që vërtet të fitojmë lirinë shekullore. A mbështesin
qytetarët këtë lloj diskursi, edhe pse në përshtypjet parë po duket që Facebooku po gjymon nga tifozeria, nga ata që mezi spresin të shpërthejnë arsenalin e gjuhës së urrëtiese të përçarjes. A përkrajnë si do të qoftë njerëz këto? Cila është? Janë një masë e vogël e njerëzve vërtet të cilët e përkrahin, mirë po tek kjo pjesë çka po ndodh dhe ofendimet që po ndodhin, unë po e shoh si që quajmë në gjuhën popullore shkelmi i fundit i politikës, domethënë nuk kanë më fakte, argumente, nuk kanë asnjë gjë që i ofrojnë qytetarit. Dhe qysh mendojnë ta me fitu prap, mendojnë duke e shantazhuar ose ofendu personin përballë politikanin apo partinë përballë që kanë, e cila ka një program, e cila ka një vizion. Unë personalisht, nëse mendimin tim personal e tham, është që unë e lexoj Zotri Kurtin komplet ndryshe. Unë e lexoj Zotri Kurtin që vërtet ai është duke kërkuar shpëtim. Ai është duke thonë popullit me nxjerr nga kjo katrahur ku ka ai është fut, dhe ai është ka kërkon shpëtimin përmes votës të popullit. I bie që nëse populli, qytetarët e Kosovës nuk e votojnë Albin Kurtin, atëherë ai pështon nga katrahura ku është vetë fut. Si të kërkoj shpëtim, ajo është ngarë në zgjedhje? Kërkim shpëtimi, ajo është ngarë në zgjedhje, por nëse nalesh dhe analizon çka i ka bëu këtij vendi që 5 vjet, nalesh analizon programin e tina që ka pas paraprakisht në zgjedhjet nacionale, nuk ka asnjë pikë programi, asnjë lloj programi, nuk i ofron qytetarit asnjë sen, duke marrë parasysh edhe aferat korruptive pe më të ndryshme, padoshme u thellu në një ka një, aferat më të ndryshme, do i marr ofendimet këto fotografitë që ndodhin për shembull, apo të gjitha gjonat që ai i ban aktualisht, të dhonë me kuptu që është zi e mazi të bo, me kuptu qytetari që mos u voto. Dhe unë mendoj, mendimi imi, Albin Kurti përmes kësaj politike është duke e kërkuar shpëtimin e vet. Vetëm nëse qytetari nuk e voton Albin Kurtin, po e potencoj, nëse nuk e voton e pështojnë. Përndryshe, ai edhe mazi ka më fut në këtë traur, nuk ka mundësi me dalë. Për shkak se e ka hap, si themi, e ka hap grupën vetës në gjuhën popullore. E ka bë në politika atina diskriminuese ndaj partive tjera, ndaj opozitës, në vlerësimet e tina që i ka bën ndaj individëve apo partive politike, duke ju dhënë epitete për më të ndryshme, t'jap me kuptuar që vërtet është duke kërkuar një shpëtim. Kështu e lexoj unë. Dhe këtë e kum pa qysh më herët, e shoh, me të thënë të drejtën. Dhe zoti Hamza tha se është në panik kryetari juaj. Bedri Hamza u deklaruan brenda, tha se gjithë kjo gjuhë tregon që zoti Kurti është në panik. Po thëmë prap janë mundësitë e fundit e tina, apo nëse guxoj ti quaj ashtu ajo mundësia e vetme e një gjoje që qytetari mundet, një pjesë të qytetarëve, jo të gjithë, një pjesë të qytetarëve mundet ndoshta me marrë për pozitive, apo me vlerësu që Kurti ka të drejtë, i bie që vërtet edhe gjuha e urrëties, edhe kjo që ka po ndodh është frikë, vetëm frikë që e ka kuptu që qytetarët e Kosovës nuk janë ata të cilët i ka quajtur ai analfabet, qytetarët e Kosovës nuk janë analfabet, qytetarët e Kosovës janë ata të cilët e kanë dashur ndryshimin, kanë besu në vitin 2019. Ka lëviz habitati elektoral në Kosovë, nga pas lufta kur u vendos demokracia dhe pluralizmi plot, i viteve 2099 e tutje, ka lëviz elektorati nga LDK, ka viju të PDK, edhe në që them në mënyra të ndryshme, dhe prap i besoj zotit Kurti qeverisin në këto 5 vite. Në vitin 2021 po tham prap ka qenë një vot, apo më mirë me shku tek viti 2019. Unë personalisht mendoj që ka qenë jo ndoshta e mirë koha e pandemisë, për shkak që është largu nga qeveria, është zhu qeveria, mirë po një vot e cila, nëse guxoj ta quaj pak vote i natit, apo vot e cila ka kërku vërtet një ndryshim Kosovë, që ne kemi dashur të gjithë ndryshimin. Në kërkim të ndryshimit. Të gjithë kemi dashur ndryshimin, por jo këtë ndryshim, jo me na degradu dhe ofendu në këtë formë, këtë mënyrë qytetarin e Kosovës. Po ndjeni ofenduar. Jo. Unë mendoj që jo unë personalisht, por nëse ti deklarohesh që rreth 48% të qytetarëve janë analfabet funksional, i bie që ti ke ofendu votuesin. Në zgjedhjet e fundit epitete për më të ndryshme, pa dash me i përmend, që nuk është në karakterin tim, ti përmend ato epitete, i bie që ai
vërtet vetëm është duke kërku një shpëtim. Atë ka qitë kush për Terezisë politikisht? Ka pas në rast në oponent, në qytetar, në dikush që e përballë në debat me të që Po, ta ka... kanë nxjerrë atë ka nga rast- fundi i barkut, ta them këtë. Ka, po për fat të mirë, jam menaxhues i mirë i emocionit, për fat të mirë, dhe duke vlerësu punën, po e them prap, individuale, edhe partijake, unë nuk bi në atë nivel që ti kthehem me të njëjtën mënyrë. Jo. Puna, sinceriteti, vizioni e ardhmja është ajo cila vërtet kundërshtarin e mund. Jo me forcë, as me vërtim, vetëm me punë, sinceritet dhe vizion. Kjo është. Je gjatë në Gjermani, sigurisht tani ke stabilitet financiar, afaron atje me kompanitë tuaj atje dhe në Kosovë, me lidhjet që bën për të ndihmu prodhuesve që të plasojnë prodhuesve kosovar prodhimet atje, por ju jeni fut dhe garës për deputet në menën shkurt. Do të vjoni, po besoj, jeni në pritje të akomodonin atë garën, po them të madhe që është në listën për deputet. Të paktën garusit në politikë që japin zotime dhe edhe po nuk u bën deputet, siç nuk jeni bërë ju, që mbajnë zotimet. Këto ditë kem parë edhe një lancim të një fondacioni me emrin e një fëmiju të vogël, Leotri Mametit, që u vra nga forcat serbe, e që shtatorja t'ju vendos në Skenderaj. Këtë përurim e bët në Gjermani, në prezencën e shumë miqve, edhe të huaj. Çfarë thoni njerëzve kur ju thonë për shembull, ju jeni në politikë, jeni për interesa, jeni kështu, çfarë keni për këta njerëz që t'ju thoni? Pikëpari të pjesa po, unë jam tash 3 dekada thuajse në Gjermani, qëndroj mirë me kompanitë edhe në Gjermani edhe në Kosovë. Jam mas e i lumtur që ka mundur disa apo shumë kompanive të Kosovës të ju ofroj mundësinë personalisht përmes kompanive tona dhe të mezhve të mi në Gjermani, që të plasojnë materialet prodhimet të Kosovës, që të përfitojnë financiarisht nga eksporti. Tek pjesa e fondacionit e Leotri Mametit, me emrin Leotri Mametit, si ide ka lindë vërtet që ka lindë në fushatën e kalume, ku unë kam vizitu shtatorën e Leotri Mametit, ku unë shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe nënën e Leotrimit, edhe vllazërinë, familjen komplet, për shkak se më kam prit jashtëzakonisht mirë, ma kanë mundësuar që unë të përdor emrin Leotri Mametit për një fondacion të bursa për nxënës të shkollave të mesme dhe për studentë të Kosovës. Kjo është ndërlidh me idenë për vetë faktin që nga viti 2010 kemi fillu me marrë student rregullisht me punë sezonale në Gjermani. Ka rezultu që studentët cilët janë ardhur me punu punë sezonale nga një korriku deri me 30 shtator, 2 muaj e gjysë arroka periudha për punën, vetë financohen, kthehen në Kosovë dhe vetë financohen shkollimin e tyne, apo dhe ndihmojnë familjet e tyne. Nga 2010 kompanitë tuaja ke marrë student nga Kosova që kanë punuar punë sezonale dhe janë kthyer, kanë financuar vetë shkollimin. Po. Sa është numri i tyre? Në fillim kemi... Nëse nga viti 2010 ke filluar dhe nuk ke ndalur asnjëherë. Asnjëherë. Asnjë vetë. Me përjashtim të vitit 2020, nëse s'gaboj, në pandemi, për ndryshe në vitin 2020, atëherë është mund për shkak të vizat, regjimit vizat. Nuk e kemi pas mundur të marrim nga Kosova dhe kemi marrë nga Maqedonia, shqiptar nga Maqedonia, nga Shqipëria dhe nga vende tjera. Por rregullisht kemi marrë nga Kosova student. Në vitet e fundit janë rreth 150 deri në 200 sillet numri, 170, 180 sillet numrit të cilët vinë edhe te kompanitë tona, por edhe tek kompanitë e miqve tonë që ne bashkëpunojmë me ata kanë nevojë të njëjtën sikur ne që student i dërgojmë edhe tek ata për punë sezonale, ku në këtë rast një kompani e jona në Kosovë, e cila i ndërlidh me kompaninë prap tonë në Gjermani dhe e bën ndërlidhjen e Ju thrasin njerëz shumë të rinj studentë? Po, jashtëzakonisht shumë. Jeni drejt me ta? Po, shpesh herë po. Për fat mirë kemi ngritur infrastrukturë edhe kompanitë këtu në Kosovë, po në Gjermani ku vërtet stafi merret
po them tash nga ora 7 mëngjes deri në ora 5, çdo herë me ta. Edhe jashtë orarit ka ku komunikojnë në Më rrjetet thoni, sociale. kushton rëndësi fokus të veçantë kësaj Absolut që po, për shkak se unë studentëve. definitivisht që po, për shkak se unë i kam për qef këtë temë. Nuk e bën për politikë. Në asnjë formë. S'kam po për politikë, s'kam menduar kur që do të më dalë në politikë, ta them drejtën. Nga viti 2010 unë as e kam menduar një herë që unë do të më dalë në politikë. Po për shkak të mundësisë dhe kapacitetit që ne posedojmë, vizionit, programit partisë, dhe unë mendoj dhe kam menduar dhe vazhdoj të mendoj prapë që ne mundemi me bë për Kosovën më shumë. Kur unë si individ apo disa kompani, edhe kompani tjera të kosovarëve, ka shumë që marrin student, por mundësitë që ne mundemi me zhvillu me punë sezonale, edhe tek kategoritë të tjera të njerëzve, jo vetëm tek student, është ajo çka unë e du edhe kam për qef. Për shkak se nëse një kosovar Që mund e bën dhe dita bën. Po. Absolut. Dhe mendoj që duhet këtu na duhet normal që na duhet ndërlidhje shtetënore, shteti me shtet, ku ja mundson çdo kujt të jetë në Gjermani të punojë një punë sezonale 3 apo 6 muaj, dhe nëse ti punon 6 muaj në Gjermani, atëherë i bisi nuk i lëshu Kosovën kurrë. Për shkak se të ardhurat e tua 6 muajore janë ato të cilat ta mundsojnë të jesh në Kosovë. Po njëkohësisht bëhet edhe ndërlidhja e bizneseve. Mbi gjitha që ka unë e kom vlerësuar. Gjullëzon vllazëria e harizmit, Definitivisht po. Unë personalisht ka kom vlerësuar më shumë se pjesën financiare tek studentë dhe tek njerëz që vinë punojnë në Gjermani, është përvoja. Ku përvoja që merret në Gjermani për punën është e jashtëzakonshme. Dhe kjo ka nevojë. Kosova në këtë rast ka nevojë për përvojën tonë. Mirë do të ishte të jenë rigoroz, po ashtu me rregulla siç është Gjermania. Të kenë disiplinë në punë siç është Gjermania, por posa ta atërojnë Kosovën mbase adaptohen me habitatin. Nuk isha me thonë për shkak se ne tash shumicën e rasteve kemi ku i marrim student 2-3 vite rregullisht jetin student. Po. Dhe i bie që ai vërtet është adaptuar, ka kuptuar çka do të thotë me udhëzu në ora 5 apo në 6 mëngjes, me punu pa telefon. Me marru punën pa telefon, dhe nëse pretendon me arrit diçka me shku te puna e dytë apo e treta apo kështu me radhë, për shkak se i mundsohet. Dhe nëse mendon vërtet me zhvillu jetën një jetë me pas një tarmë të mirë. Vetëm me punë arrin të gjitha. Më fal, të mos ia zbash tek bursat tek Po duhet të bursat se duhet të lidhen dhe fondacioni Leotrim Ahmetit dhe bursat. Mundësi që mund t'i kenë nxënësit për të përfituar bursa. Kjo si ide në thash më herët ka lind në fushat, mirë po është zhvillu që nga prilli i vitit 2025. Nuk u bëre deputet dhe e vazhdove. Unë mendoj të gjitha gjanat që i kam po i quaj premtime, ose më mirë me thonë ato identifikimet që ne i kemi bërë gjatë fushatës. Zotimet, po. Edhe zotimet që i kemi dhënë, jemi mundu me i përmbush, kështu që nuk e ndalidh me politikë në asnjë formë, për shkak se ne kemi bërë edhe paraprakisht, nga viti 2010, pa politikë. Por kuptohet që tash ka qenë më mediale, ka qenë për shkak se qytetari i Kosovës më ka njohur më për afër. Dhe është bërë më mediale, unë mendoj që këto që i kemi bërë, që i kemi bërë zotime, i kemi përmbush. Mi përmend që ti kuptoj një rëndësit, cilat e mundësit nga fondacioni Leotrim Ahmeti për nxënësit? Po. E shkollave fillore dhe të mesme. Shkollave të mesme dhe nga shkolla mesme... A shkollave dhe po, të universitetet, po? Mundësit për mes fondacionit janë prej matë ndryshme. Ne kemi pas për shembull rastin ku... është funksional, është aktiv tash fondacioni, që ta di njerëz. Atu dosha dalë. Në prillin e vitit 2025 kemi fillu me dokumentacion, rregullimin e dokumentacionit në Gjermani. Fondacioni është themeluar në Minhen dhe është pjesë e të gjitha shoqatave jo qeveritare ose në fondacione të ndryshme e regjistruar si në shtetin gjerman, në shtetin gjerman, në Minhen, dhe përmes këtij fondacioni qëllimi ka qenë që vërtet të ndihmojmë nxënës të shkollave të mesme, po aq sa ke mundësi, por jo vetëm ndihma, për mua personalisht se sak, përmes emrit të Leotrim Ahmetit, përmes fondacionit në këtë rast është historia e Leotrim Ahmetit. Dhe unë personalisht mendoj që ne duhet me bëjmë më shumë për fëmijët tanë që janë mbi 1300 të vrarë. Dhe po e tham prapë i lumtur dhe falënderues tek familja Leotrimit që më kanë mundësu përmes këtij fondacioni fëmijët e Kosovës përfitojnë, por mbetet edhe historia e Leotrim Ahmetit në jetë. Të mos harrohet kurrë. Mos harrohet kurrë. Mos harrohet tirania dhe krimi.
Eksakt. Që ka Jo bërë vetëm leotrimi, Serbia po të Miloš. gjithë leotrimat që janë vrarë që ne përmes gjakut tyne sot e gëzojmë lirinë. Dhe pa dashur me u fut prapë në politikë atje, dhe nëse dikush mendon që fëmijët tonë kanë qenë tradhtarë dhe kanë qenë njerëz të cilët kanë dalë përballë Serbisë, në këtë rast i ka vrarë Serbia, atëherë nuk kisha pas qef me E rënda, kjo nuk është e lehtë. Absolut që është të rëndë përballesh po. për njeriu që ka pak ndjenjë njerëzore është e rëndë. Definitivisht që është e rëndë. Dhe nxënësit e shkollave të mesme Të rritë i pret një pritje premtuese, po them ashtu, që si funksionon fondacioni, si mund të aplikojnë të rinjt studentët? Fondacioni për këtë vit, për shkak se është viti i parë që ne shpresoj që shumë shpejt do i ndajmë bursat, të shohim tash sa kemi buxhetin e këtij viti, për shkak se tash është lancu. Ka filluar dhe nuk do ndalet më Në asnjëherë. asnjë formë. Unë këtë e kam edhe në kontratë me stafin, po e kam në kontratë edhe në Gjermani tek noteri, që Fondacioni Lotëri Mahmetit, po edhe nesër kur nuk jam unë, edhe ekipa që jem themelues të fondacionit, në asnjë formë mos të bie, nuk guxon me ra, për shkak se nëse bie fondacioni i bie që nuk ekziston emri Lotëri Mahmetit, do thonë këtë nuk e pranoj. Mundësitë tona janë briljante. Stafi ynë që punon tash në Fondacionin Lotëri Mahmetit, ata janë të cilët vërtet neve ose Fondacioni Lotëri Mahmeti e kanë regjistruar në shoqata të ndryshme gjermane. Nuk është vetëm përfitimi financiar. Nëse ne marrim në pika të shkurta, një nxënës i shkollës mesme përfiton një bursë, cila do që jetë ajo financiare, shkon në fakultet ja mundsojmë punën sezonale deri në përfundim të fakultetit. Dhe nëse ka një potencial të jashtëzakonshëm, ndërlidhet edhe me shoqata gjermane të fondacionit gjerman, ku ne kemi meç në politikën gjermane, ku ne kemi diskutuar paraprakisht që fëmijët tanë po kanë mundësi me ardhë edhe një punë këtë rast një përvoj në gjitha fushat, jo vetëm në politik, por në të gjitha fushat, edhe në shëndetësi, edhe në arkitektur, edhe në IT, nëse ka nevojë me shkëmbyer student me student gjerman dhe e merr përvojën. Ktu e ki fokusin e Ky madh. është fokusi që rinia jon të merr përvojën nga shteti gjerman. Nga një kom që ka tradit, ka shpirt ndërmarrësi, demokraci, ka rigorozitet, disiplinë, ka gjitha, dhe ku për Kosovën është yrnek. Po, dhe kjo, këtë që po e tha unë, po e tha me bindje plot, për shkak se të gjitha këto gjona i kemi bën nga muaj prill i vitit 2025 deri tek eventi që kemi pas ose tek prezantimi që kemi pas me 12 nëntor të këtij viti, domethënë këtë periudhë kohore i kemi diskutuar të gjitha këto gjëra dhe i kemi citë në letër çysh ka me funksionu. Dhe kjo është ajo çka unë dua më shumë. Mundësi e shkëlqyeshme për të rritë kjo. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për shkak se potenciali, po e tham prap, unë besoj tek rinia jonë, unë besoj tek potenciali i rinisë, kapaciteti i dionisë që ata posedojnë. Në të gjitha fushat. Dhe është interesante i nëziri se si, domethënë edhe qëllimi tjetër që nëpërmjet Lotëri Mahmetit dhe 1300 fëmijëve tjerë të mirë mbahet trashëgimia, të mos harrohet kurrë se çfarë bëri Serbia edhe ndaj fëmijëve. Dhe sot jo e tjera të përballeni, pse një bashkëpunëtor me listën serbe duket të jetë pak e... Kjo është e rënë, por unë po them prap, unë nuk do fokusohem tek ajo pjesa çka neve na ofendojnë. Unë të fokusohem tek puna, tek e ardhmja, tek vizioni, tek rinia. Për shkak se ata të rinj të cilët përfitojnë përmes bursave, apo ata të rinj të cilët kanë mundësinë vërtet të na gjenden afër apo të gjendemi ne afër, janë ata të cilët vërtet kanë me kuptuar me kohën kush ka qenë në Serbinë, kush ka qenë patrioti. Dhe patriot, nëse kthehemi te ajo, kthehemi te kjo pjesë, patriot për Kosovën është ai i cili sot pagun tatimet në shtetin e Kosovës. Sot i përmbahet rregullave dhe ligjit të Kosovës. Për mua është ai patriot. Nuk është patriot me dalë në televizion atje, apo me dalë me shat tjetër, nuk është patriotizëm. E fundit, zgjedhjet po vinë. Po i shihni, po i ndëgjoni ushtrimin e daullave të ndonjë feste ka PDK-ja, keni pritje që mund dilni më mirë, jo personalisht? Shpritni. Unë personalisht... Se zgjedhjet janë një lloj feste, por një lloj dasme, por tjetër gjatë që në Kosovë ju kthyni një lloj konflikti, ta them kështu, të diskursit publik, të urrejtjes e tjera. Po, personalisht jam mas i bindur që kësaj herë do të ketë ndryshim pozitiv, në kuptimin që partitë opozitare në krye me Partinë Demokratike do të qeverisin vendin.
Kjo është Po optimizmi im. Po shihesh entuziast, optimist. Mendoj që ka ardhur koha që qytetari vërtet e kuptoi, ose e ka kuptuar më mirë me thonë, e ka kuptuar realitetin, e ka kuptuar populizmin, e ka kuptuar gjuhën e urrëties, dhe unë po e tham prapë, nuk heq dorë nga ajo që ky njeri është duke kërku përmes gjënave më banale që ka bërë për këtë vend, shpëtim. Dhe nëse don qytetari i Kosovës me shpëtu, atëherë nuk duhet me votu Albin Kurtin, por duhet me votu programin e Partisë Demokratike, Bedri Hamzat si kryeministër, dhe kuptohet njerëz të cilët do të jenë në koalicion me neve për qeverisjen e ardhshme të Kosovës, për vazhdimsinë dhe rikthimin që është shumë e rëndësi, rikthimin tek ose në xhirin e miqve tanë evropian po edhe amerikan. Kjo ka rëndësi më shumë. Falenderoj për kohën, zotin Neziri. Faleminderit juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.